Strukturat e degës së Partisë Socialiste në zonën e Kavajës janë të qëndrueshme politikisht, të maturuara, funksionale dhe të angazhuara në realizimin e projektit të qeverisë. Dhe diçka të tillë e kanë bërë faktike gjatë zgjedhjeve të kohëve të fundit, duke treguar një supremaci në zgjedhjet lokale dhe ato të përgjithshme. Ky fakt u bë i ditur edhe gjatë një takimi të gjerë të organizuar me strukturat e Partisë Socialiste, ku mori pjesë kryetari i degës së Partisë Socialiste Kavaj, zoti Gentian Ndaja, kryetari i bashkisë, zoti Elvis Roshi, dhe ministri i financave Arben Ahmetaj. Në këtë takim u bë dhe certifikimi i kandidimit të këtij të fundit për kandidat të Partisë Socialiste për zgjedhjet e qershorit të vitit 2017. Sonde, të gjithë strukturët e Partisë Socialiste të Kavajës, jemi mbledhur për të bërë një prezantim të prioritetit tonë të ardhshëm ministrit Arben Ahmetaj. Kavaj dhe kavajësit kanë dhënë vepra 3 fushata. Kjo të ishte fushata më e madhe që ne duhet të bëjmë dhe një korrë, një fitore gjigante për çdo qeveri shqiptare në Kavaj. Unë do të jem koordinator për zonën e koordinatorit Partisë Socialiste i deleguar nga kryesia për Kavajën dhe Rogozhinën. Kavaja për mua në mandatet e kryetarit bashkisë e zotit Roshi është një surprizë qoftë për PS-n, qoftë për Shqipërinë. Është një surprizë për Partinë Socialiste sepse ju të gjithë bashkë e keni kthyer një bastion të Partisë Socialiste dhe këtë e them pa frikë fare edhe pa ndrojtje dhe ju kongratuloj, ju uroj gjithë të mirat dhe ju falenderoj dhe në emër të kryeministrit. Kjo është e para. Unë do të jem i drejtë për drejtë dhe shumë i sinqert me surprizën time me Kavajën si një qytet, jo më si ai qyteti i vjetër i karrocave me kuaj, po si një qytet i urbanizuar që kryetari së bashku me ju e ka bërë një qytet bregdetar që tërheq realisht 40% të turizmit të Shqipërisë. Edhe për këtë ju kongratuloj, ju uroj edhe bravo ju qoftë. Bravo ju qoftë. Kam bërë shumë punë në Gjirokastër, i kam premtuar edhe kryetarit Gjitaqoj, edhe kryetarit partisë për të parë se çfarë kemi bërë në Gjirokastër. Dhe para se të vija këtu, një person shumë i lartë politik më thot të paralajmëroj, thot se do të dëgjoj Belaja me kryetarin e bashkisë. I thash pse? Nga fillimi tha, deri në fund do kërkoj vetëm projekte. Dhe më besoni, unë deri tani mburesha me ato që kisha bërë në Gjirokastër, po sinqerisht sa që është bërë këtu, nuk është bërë në asnjë vend të Shqipërisë. Këtë ma besoni, edhe kjo i takon kryetarit dhe juve, dhe kryetarit e partisë që ja keni dalë, i keni bërë sfidë gjithë Shqipërisë dhe sot jeni shembull. Gjatë këtyre viteve të fundit të qeverisë socialiste, Bashkia e Kavajës ka njohur rritjet e politikave të investimit, ndërkohë që në mandatin e ardhshëm të qeverisë të Partisë Socialiste do të kemi të tjera politika zhvillimi, dhe këtu Ahmetaj në komunikimin e tij me strukturat e Partisë Socialiste u ndal në disa drejtimet kryesore të cilët do të ndiqen për të realizuar në projektet dhe në investimet në zonën e Kavajës. Unë dua t'ju numëroj disa projekte që kryetari po i kthen në realitet. Është projekti i madh i Malit të Robit, një projekt që e kthen Malin e Robit në pjesë të qytetit dhe në një destinacion të tërheqjes për turizmin. Është kuadrati i Golemit që e kthen zonën në një zonë qyteti. Poshtë tokës dhe sipër tokës. Poshtë tokës po flas me ujësjellës, me kanalizime, me ujërat e zeza, me ujërat e bardha, ëndër që, më besoni, e ka çdo territor i Republikës së Shqipërisë. Tjetra është gjimnazi. Këtë e kisha me të mek sekret, sepse më shkatroi dhe më detyroi që të bllokoja buxhetin e Ministrisë së Arsimit dhe të hapja vetëm pasi të kishte dhënë fjalën ministrja që do bëj gjimnazi i Kavajës. Dhe më pyeti, më tha, më çmende, më shkatrove. I thash, ta dish ti çfarë e qun? Ti asë nuk e diskuton fare gjimnazin, jep dhe një gjimnaz tjetër. Dhe ndërkohë kemi dhe 2 projekte për
zonën këtu, të Luzit, dhe të Synej të mos gabohem, edhe për ujërat e bardha, dhe për ujërat e zeza, dhe për urbanizimin. Arsimi, shëndetësia, kultura, por njëkohësisht edhe infrastruktura mbetet një nga detyrimet kryesore të cilët do të ndiqen hap pas hapi nga ana jon nëpërmjet praktikave dhe politikave investuese dhe projekteve, të cilët janë të iniciuar dhe do të realizohen nga Bashkia e Qytetit Kavajës. Mëtej në fjalën e tij, ministri i Financave, i cili është njëkohësisht edhe kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet e vitit 2017 për zonën e Kavajës, u ndal edhe në një moment politik, duke e vlerësuar dhe etiketuar Partinë Socialiste si një parti e reformave, gjë e cila ka ndryshuar mentalitetin dhe veprimin të punës në këtë drejtim. Kavaja ka qenë me fat, më besoni, ju keni qenë me fat, Shqipëria është me fat për këtë Parti Socialiste këtu, unë kam bërë shumë fushata, me janë bërë gati sot 14 fushata, lokale dhe parlamentare, ky grupim me jep besim të plot dhe me çdo merak që ne do marrim më shumë se që kemi marrë në 2013. Se në 2015 në 10 vit, po të kamë resa mërë një tjata që i mora vetë të përveç votave të partisë. Pjesa politike është po ka që e rëndësishme. Unë jam shumë i kënaqur që këtu ka një unitet spektakolar midis partisë, antarëve të asamblesë, kryetarit të bashkisë, kryetarit të partisë, freshit, gruas, pra gjithë strukturat. Dhe këtu shoh të gjitha prezat, shoh zonja të nderuara, shoh gocat të reja, shoh çuna të rinj, shoh burra në mosh, burra të pjekur, që bëjnë pulsin e kësaj partie. Dhe më besoni, dua të ndaj me ju jo një merak, po dua të ndaj me ju një të vërtet. Kryeministri i Shqipërisë bëhet sërish kryeministër në 3 zona, që duhet ne t'i rrisim si shifra për të garantuar qarkun e Tiranës me 18 deputet. Dhe është një nga 3 zonat, është kjo zonë këtu, për zonë e Kavajës. Pra dua që të fillojmë të punojmë me iden, me besimin që çdo vot që shkon në kutinë e Partisë Socialiste e garanton, e konsolidon, e forcon Edi Ramën si kryeministër i Shqipërisë. Do dua të mburemi me atë që ka bërë Partia Socialiste dhe qeveria Rama. Do dua të mburemi modestisht, jo të mburemi si burracak. Të mburemi modestisht të çkuptim. Shqipëria ka shumë halle dhe nuk është vend i pasur. Po Shqipëria ka ndryshuar të 3 vjet dhe një gjë që kjo qeveri e ka, që e pranon i majt dhe i djath, kjo është qeveria e reformave dhe kjo është qeveria e disiplinës në vend. Paguajnë më shumë taksa, nuk shkelet më semafori kuq, po ja u them thjesht fare, është investuar më shumë në ekonomi. Shqipëria nuk është më ai vendi që ka falimentuar në 2013, po është një vend që është larguar nga ai skenari grek që referonte Saliu në 2013 dhe që të arrim realisht të ndryshojmë Shqipërinë. Do duhet që Partia Socialiste të japi maksimumin e votave në mënyrë që të vazhdojmë reforma. Në përfundim të këtij takimi me strukturat e degës së Partisë Socialiste të zonës së Kavajës, u përçua në mënyrë të plotë fakti që ashtu sikur është punuar në zgjedhjet lokale dhe në zgjedhjet e përgjithshme, kështu do të jemi të veprueshëm në aktivitetin ton politik, u nënvizua gjatë këtij takimi, i cili ishte takimi i parë i inkuadruar në kuadër të fushatës elektorale të Partisë Socialiste.